Fshati turistik I Thethit në Shkodër, në zemër të Alpeve të Veriut të Shqipërisë, ka nisur që të mbipopullohet nga turistët që vinë nga gjithë bota. Të huaj tregojnë se bukuritë natyrore ende të paeksploruara të Thethit, si dhe mikpritja e vendasve janë dy arsye të forta që I tërheqin për ta vizituar. Nga Gjermania vi, këtu në Theth është hera e parë, kurse në Shqipëri vi për herë të dytë. Kemi ardhur për të parë Alpet e Veriut, sepse herën e kaluar kemi qenë në parqet e jugut. Këtu po më pëlqen shumë natyra, peizazhe dhe njerëzit shumë të këndshëm dhe miqësor. Jo, nuk është e vështirë ecja këtu. Çdo gjë është e paraprgatitur për turistët dhe është një ecje e rehatshme. Natyra është shumë e bukur këtu në Theth dhe njerëz shumë të mirë. Për herë të parë isha para 14 vitesh në Shqipëri, atëherë kur thuaj se nuk vinte askush dhe nuk kishte as në internet të njohur. Unë thash asaj kohe, një vend I paeksploruar dhe më të rroqi të vi. Sot pas 14 vitesh ka ndryshime të mëdha, turistë shumë herë më shumë. Jam nga Amerika, por jetoj në Skoci. Është hera e parë në Shqipëri, një vend shumë I bukur dhe njerëz shumë miqësor. Vendin tuaj ma sugjeruan disa miq dhe vendosa që të vi. Syri I kaltër në Theth, I zhytur mes maleve dhe gjelbërimit, një shteg që duhet bërë në këmbë për afro një orë, është një prej pikave më të preferuara. Disa prej turistëve guxojnë që të futen në ujin e ftohtë prej 5 gradë Celsius. Shumë bukur këtu, por shumë I ftohtë ujë. Vin nga Australia dhe janë për herë të parë në Shqipëri. Si dëgjova për Thethin në Instagram dhe TikTok, do ja sugjeroj miqve të mi që të vinë këtu. Është shumë ftohtë në ujë, por duhet që ta provoni këtë ndjesi. Unë për vetem ndihem I mbrojtur, jam mirë. Sa më gjatë që të rish në ujë, trupi aq më I ngrohtë bëhet edhe pse fillimisht duket shumë ftohtë. Nuk është e rrezikshme nëse nëton këtu afër bregut. Jam nga Irani dhe e dashura ime planifikoi pushimet tona këtu në Shqipëri dhe erdhëm së bashku. Më pëlqen ky vend, natyrë e bukur, njerëz mikprites, le çmime të lira gjithashtu. Operatorët turistik, ndryshe nga vitet e tjera, shprehen se këtë herë ka një numër të lartë turistësh nga Franca dhe Spanja. Ajo që mbetet shqetësim janë disa probleme infrastrukturore. Gjatë periudhës që konsiderojmë ne sezonit, që është pjesa e vershme, një pjesë të vjesht, që është shtatori tetori, kanë qenë kryesisht huj. Edhe flasim nga zona e Spanjës edhe nga zona e Francës që janë më shumë se kërkun. Nuk ka në vitet e tjera, dhe viteve të tjera kena pas shumë nga vendet skandinave ose vendet nordike. Me sa më menu prej turizmit, se po bëj 7 vjet që punoj në fushën e turizmit. Në këto vite unë kam pa turista prej shumë zona të ndryshme, por Spanja dhe Franca kanë kënë, si me thanë, inovacion këto vite. Janë shtu një shumicë shumë të madhe. Kurse gjatë pjesë tjetër të vitit, kryesisht janë shqiptarë që nuk kanë kënë në Theth, flasim zona Tiranës ose zona Jugut që nuk është se shohim. Edhe preferojnë një zonë të ftohtë, një zonë malore, se normal të ndryshosh komplet terren. Është zgjat shumë e bukur. Turistat pretendojnë për me e pa Thethin në çdo sezon. Edhe në çdo moment që, domethënë, e shikojnë që rruga është e hapur, që mundet që është e kaluar, që ka një mod të përshtatshëm, ka klienta. Këtë vit menohet edhe pritet që sezoni të vazhdojë shumë mirë. Shoferët që e bëjnë çdo ditë Thethin tregojnë se rrugët në qendër të fshatit kërkojnë rikonstruksion sa më të shpejtë. Nevoja duhet me shpejta për t'u asfaltuar. Mirë është asfaltohet sa më shpejt, shumë e papërshtatshme. Thethi pritet që përgjatë muajve qershor, korrik dhe gusht të ketë një fluks edhe më të madh turistësh të huaj se sa vitet e mëparshme, ndërsa mbetet një prej pikave turistike në Shqipëri më të preferuara.